Vjosa Osmani është prej 4 vitesh president e Republikës së Kosovës, pas një viti e mbaron mandatin e parë të saj në detyrën e kryetares së shtetit, por a mund dhe a duhet që zonjës Osmani t'i jepet edhe një mandat tjetër? Padyshim se duhet. Kjo do të ndodhë nëse partitë politike nuk bëjnë pazare për postin e presidentit për krijimin e koalicionit të qeverisjes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur tashmë fituesit, i ka certifikuar zgjedhjet. Presidenti pritet të dekretojë mbledhjen konstituive të parlamentit të ri. Pas kësaj të zgjedhjes së kryetarit të parlamentit i takon presidentes të ngarkojë Albin Kurtin për krijimin e qeverisë. Ndërkohë Albin Kurti duket si ka vënë piketat për ta finalizuar qeverinë e re. Nuk besohet se ai do të hiqë dorë nga kjo e ta lërë në dorë të Fatit këtë mision. Bas 3 deputetëve të Fatmir Limës, me shumë mundësi Kurti preferon të ketë në koalicion dhe 4 deputetët të tjerë të koalicionit Haradinaj Limaj. Shumë kush mendon e kujtohet për akuzat e rënda të Ramush Haradinajt ndaj Kurtit, ndërsa fyëset ajo në mbledhjen e përbashkët të Parlamentit të Shqipërisë dhe të Kosovës. Por më besoni, Haradinaj ndikohet shumë prej atyre njerëzve që ai i konsideron të mençëm, pa menduar gjatë se shumë prej tyre kanë zgjuarsinë e djallit. Zgjuarsia e djallit vetëm njeriut nuk i duhet, sidomos njerëzve me dinjitet e integritet. Prandaj ai e merr kthesën shpejt. Ramush Haradinaj njihet për kthesa të forta. Por në këtë aventurë kryetari i AAK-s do të donte të bëhej presidenti i Republikës së Kosovës. Me këtë çmim nuk mund të bëhet ky lloj pazari i formimit të koalicionit qeverisës. Qeverisja ka nevojë për parime për ta jetuar momentin që kalojmë sot. Për t'i përballuar sfidat duhet diçka më shumë se forca e Ramush Haradinajt, duhet më shumë aftësi për ta përfaqësuar shtetin e Kosovës. Kjo do të thotë se Vjosa Osmani do të duhet të vazhdojë punët e mira me kontaktet që ka krijuar te miqtë e Kosovës. Vjosa Osmani di të artikulojë, di të bëjë miq, di të sillet dhe të fitojë zemrat e aleatëve dhe përpasoj jep shumë më tepër shanse Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare se sa ata që e njohim. Ajo di të argumentojë dhe t'i bindë partnerët për të drejtën e Kosovës. Ndërkohë mbështetja e qytetarëve për presidenten e sotme të Republikës së Kosovës është e konsiderueshme, sepse ajo nuk është konformiste, çka do të thotë se nuk është e kapur dhe nuk është peng. E ndokujt, Vjosa Osmani ka dëshmuar se e do Kosovën me zemër, e ka dëshmuar këtë edhe kur gjysma ose ndoshta pak më shumë se gjysma e lidershipit të Kosovës ishin të tulatur, për shembull me idenë ndryshimit të kufive dhe ndarjen e Kosovës. Ajo që e para që foli dhe doli kundër atij projekti, më pas e ndoqën dhe shumica e politikanëve të Kosovës, duke lënë në minorancë ish presidentin dhe këshilltarët e tij, të cilët edhe sot vazhdojnë të thuajse të njëjtën melodi. Vjosa Osmani ishte e para që kuptoi rrjedhën e gabuar deri diku anti-rukoviste të partisë ku ajo bënte pjesë. Ishte e vetmja që kundërshtoi koalicionin e LTK-s me PTK-n e Thaçit e madje votoi kundër zgjedhjes së këtij të fundit si presidenti i Republikës. Mos mendoni se ishte aq e lehtë asokohet të bëhesh barrierë kundër dy më të fuqishmëve të Kosovës, Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. E vetmja enigme imja është afrimi i saj për mua më shumë se duhet me kryeministrin e Shqipërisë, edhe pse Edi Rama ka dëshmuar se është kryeministri më i mirë për Serbinë që nga koha e Pashiqit. Por mund ta besojmë të gjithë se ka diçka me të cilën presidentja mund ta justifikojë këtë marrëdhënie të cilën e ndryshoi rrugës së saj politike madje si kryetare e shtetit të Kosovës. Megjithatë, çfarëdo që të ndodhë në bisedimet për krijimin e qeverisë së re, me AAK-n, LDK-n apo PDK-n, tema e presidentit duhet të qëndrojë jashtë marrëveshjes. Një marrëveshje me kushte për postin e presidentit nuk është në dobi të Kosovës, jo se nuk ka politikanë të tjerë në Kosovë që meritojnë të jenë i pari i vendit, por se nuk është koha të rinisim gjithnjë nga e para.